Në skenën e teatrit Çajupi në Korçë janë rikthyer këngët e kompozitorit të njohur grek Mikis Theodorakis. Artur Vera solli emocionet e këngëve Helenase, i shoqëruar në piano nga Erita Ibrahimi dhe në buzuk nga Panayotis Lympanovnos. Një element i veçantë i këtij koncerti ishin dhe vargjet poetike, që sillnin jetën bregdetare të vendit fqinj të recituar nga aktori korçar Giuliano Brisku. Ky ishte një koncert i mrekullueshëm. Ne kemi zgjedhur repertorin e Mikit sepse përveç se e duam shumë, por edhe sepse është kompozitori ndoshta më i rëndësishmi që ka Greqia. Dhe duke menduar që muzika bashkon popujt, ne menduam që të sillnim pikërisht muzikën e kompozitorit më të rëndësishëm të këtij vendi fqinj. Për poezinë mund të them që ka një të përbashkët me ndjesinë shqiptare. Nuk mund të them që është e përbashkët me poezinë shqiptare, por me ndjesinë, me dashurinë shqiptare ka një të përbashkët shumë të madhe. E veçanta për mua është që këta këndojnë edhe unë recitoj, por ka një të veçantë sepse ata më marrin vesh se unë recitoj shqip ndërsa Arturi këndon në gjuhën greke. Είμαι πολύ χαρούμενος που Unë ndjeva mirë në Korçë. Duket që ju na doni dhe ne ju duam. Këtu pothuajse të gjithë kuptojnë dhe flasin greqisht. Kam ardhur edhe më parë në këtë qytet që i mirëpret artistët. Muzika i bashkon popujt dhe këtë e dëshmoni ju më së miri se kushdo tjetër. Për konsullin e përgjithshëm të Greqisë në Korçë, Asterios Bouzias, muzika nuk ka kufi dhe koncertet tilla i afrojnë më shumë popujt. Jam në dieni se shumë qytetarë duan muzikën greke dhe koncerti i sotëm e vërtetoi këtë. Nuk është era e parë që organizohen të tilla evente në Korçë dhe do të ketë edhe më tepër. Muzika bashkon popujt, nuk ka kufi dhe ne japim shembullin më të mirë. Në fund, koncerti Zorba nuk ishte vetëm një rikthim i muzikës së pavdekshme të Mikis Theodorakis, por edhe një dëshmi e gjallë se arti ka përcjell çdo kufi. Mes tingujve, poezisë dhe emocioneve, Korça tregoi edhe një herë tjetër se mbetet një qytet që jo vetëm do artin, por e jeton atë më së miri.